zonja dhe zotrin të televizionit Apollon, përshëndetje. Jemi në studio me një njerit të rëndësishëm të diplomacisë shqiptare, me ministrin e jashtëm, zotin Edmond Panariti. Zoti ministër, faleminderit që jeni në këtë studio, kënaqësi dhe privilegj për ne t'ju kemi këtu. Faleminderit për ftesën. Jam edhe unë i privilegjuar që jam pjesë e misionit tuaj. Do doja ta nisja fillimisht intervistën tonë me vizitën tuaj në Athinën zyrtare dhe çështjet që ju keni diskutuar atje me homologun grek Dimitris Avramopoulos. Çfarë diskutua dhe çfarë arriti diplomacia shqiptare në tryezën e bisedimeve me diplomacinë greke? Ishte koha që ministri i punëve të jashtme të Shqipërisë të bënte një vizitë në Athinën zyrtare, sepse për gati 8 vite nuk ka pasur shkëmbime vizitash midis ministrave të punëve të jashtme të vendeve respektive dhe përjedhoi nuk ishte më justifikueshme që të vazhdoshe kjo situatë stagnante e raporteve diplomatike të mira, por që kërkonin natyrisht një perspektivë të ri zhvillimi. Për këtë arsye unë pranova me kënaqësi ftesën e homologut tim zotit Avramopoulos për të kryer një vizitë zyrtare në Athinë. Shpirti dhe fryma e kësaj vizite është hapja e një kapitulli të ri, rimarrja në një nivel akoma më të lartë të marrëdhënieve midis dy vende në frymën e dialogut konstruktiv, mungesës paragjykimit, vullnetit për të adresuar, për të vendosur mbi tavolinë të gjitha problemet, qoftë ato që i takojnë të së shkuarës, qoftë probleme që i takojnë të së ardhmes apo ato të aktualitetit. Dhe kjo është fryma që unë kërkova të instaloja me zotin Avramopoulos, një njeri jashtëzakonisht pozitiv, të cilit ju adresova pikërisht me kërkesën për të vendosur në tryezën e bisedimeve të gjithë të paketë të madhe të çështjeve shqiptaro-greke që i takojnë skaluarës, të tashmes dhe të ardhmes, dhe gjitha mirëkuptimin e zotit Avramopoulos dhe në formatin e bisedimeve tona unë i trajtova me këtë frymë të gjitha çështjet shqiptaro-greke, duke filluar që nga çështjet të së shkuarës, çështjet të çamërisë dhe të pronave shqiptare në Greqi, të cilët për herë të parë u vendosën në formatin zyrtar të bisedimeve midis Shqipërisë dhe Greqisë, nga pala i jo nuk kërkuan që këto çështje të marrin zgjidhje dhe padyshim pala greke reagoi që këto probleme ajo i shikon si probleme midis qytetarit, midis personit të interesuar dhe gjykatave greke. Por ai që është më e rëndësishme është që për herë të parë problemi i çamërisë dhe i pronave të shqiptarëve në Greqi u vendos në agjendën e zgjidhjeve. Dhe kjo do të jetë një problem i cili në mënyrë të vazhdueshme do të jetë çështje e diskutimeve tona derisa të gjejë një zgjidhje të qëndrueshme dhe të pranueshme. Një tjetër problem që unë diskutova me homologun tim Avramopoulos ishte edhe çështja e marrëveshjes së ujërave detare, një problem shumë i rëndësishëm dhe që zoti Avramopoulos kërkoi që të ishte problemi i parë që ne do të diskutonin në formatin zyrtar të takimeve. Pozicioni im, pozicioni i qeverisë shqiptare ishte i qartë. Marrëveshja e ujërave sipas nesh do trajtohet vetëm në frymën e kushtetutës së vendit dhe të marrëveshjeve ndërkombëtare. Dhe në këtë këndvështrimi unë i bëra të ditur zotit Avramopoulos që për ne nuk ekziston më marrëveshje e vjetër detare midis dy vendeve. Gjë që do të thotë që për ne marrëveshja e vitit 2009 është inekzistente, sepse vendimi i gjykatës kushtetuese e bën këtë marrëveshje inekzistente. Dhe në këtë frymë i kërkova zotit Avramopoulos të fillojmë të punojmë për të krijuar kushtet për fillimin e negociatave për arritjen e një marrëveshje të re. Pozicioni i zotit Avramopoulos ishte që qeveria greke çështjen e zgjidhjes së marrëveshjes së ujërave detare e shikon nën frymën e akteve dhe të marrëveshjeve ndërkombëtare. Tjetër problem i rëndësishëm i trajtuar me autoritetet greke janë problemet që u interesojnë qytetarëve. I kërkova zotit Avramopoulos të marrë një zgjidhje të shpejtë çështja e njohjes së certifikatave midis Shqipërisë dhe Greqisë reciproke. Të punohet sidomos për zgjidhjen e problemeve të emërtesave në gjeografike në këto certifikata që ka përbërë deri tani një toponimeve, që ka përbërë një pengesë dhe mendoj që jemi në rrugën e zgjidhjes e cila do të materializohet shumë shpejt. U diskutua për vulën apostile. Kërkohet që Greqia të njohë vulën apostile, e cila është një vulë që e bën të panevojshme çështjen e legalizimit dokumenteve. Pra shkurton shumë kohë qytetarëve
qeveria greke mori përsipër të angazhohet për zgjidhjen e këtij problemi, pra të heqë rezervën që tashmë ka të depozituar në sekretariat ndërkombëtar që merret me këtë çështje për aplikimin e kësaj vule, në mënyrë që me këtë vulë dokumentat mos kenë nevojë për legalizim dhe të lehtësohen shumë procedurat që qytetarët. U diskutua shumë dhe unë insistova që të punohet për të penguar, për të parandaluar penalizimet e padrejta qytetarëve tanë u bën për gjoja mos respektimin e afateve Schengen në pasaportët e tyre biometrike, ku ju e dini që janë penalizuar padrejtisht qytetarët tonë me gjoba të rënda deri në 600 euro. Kërkova zotit Avramopoulos që situata e tillë mos të përsëritet më dhe ne të punojmë për një qëndrim të njësuar për sa i përket zbatimit të afateve Schengen sipas kriteret përcaktuar nga marrëveshja Schengen. Kërkova zotit Avramopoulos që shumë shpejt të punohet për zhbllokimin e situatës së paralizuar të transportit urban të qytetarëve, ku shumë firma shqiptare janë në krizë, pikërisht në si rridhoi pengesave që krijohen. Zoti Avramopoulos më mundsoi me njëherë kontaktin me ministrin e transportit, ai u lidh në mënyrë të drejtë për drejtë telefonikisht me ministrin e transportit dhe unë mendoj që shumë shpejt ministri i transporteve, ministrin e transporteve të Greqisë do të punojnë për zgjidhjen e një zgjidhje përfundimtare të këtij problemi. Njëkohësisht do të punohet për të arritur shumë shpejt marrëveshjen për njohjen e reciproke të patentave, gjë që do të jetë njëkohësisht një arritje e madhe që do të shërbejë qytetarëve tanë për të lëvizjen e lirë me automjete në Greqi. Gjithë kjo pjesë e paketës së bisedimeve ishte shumë e rëndësishme sepse prek në mënyrë të drejtë për drejtë interesat e qytetarëve tanë. Në thelb mund të them që vizita ishte shumë produktive dhe arriti qëllimin që unë synoja. Duke qenë se vizita juaj në Athinë ishte pas 8 vitesh e një ministri të jashtëm toni në Greqi, si u ndjet ju për incidentin që ndodhi me flamurin shqiptar gjatë konferencës së përbashkët për shtyp që ju kishit me homologun grek? Ka qenë një ngjarje shumë e rëndë, një ngjarje e padëshëruar, e cila ishte një gabim fatal i rënd i protokollit grek, po edhe një mungesë vëmendje nga ana jonë dhe këtë nuk mund ta fshem. Por unë kam qenë jashtëzakonisht i shqetësuar dhe atë natë më ka zënë gjumi fare. Kam qenë në avion kur e kam marrë vesh, sepse unë po udhtoja për në Qipra me të zbritur në aeroport. I kam telefonuar me njëherë kolegut tim Avramopoulos, ka qenë ora 11:30 natës dhe telefoni i tij ishte mbyllur, po arrita të lidhem me drejtorin e tij të protokollit dhe në mënyrë energjike i shpreh protestën time të fuqishme, indinjimin tim të madh për këtë incident të shëmtuar dhe i kërkova të reagohet menjëherë, të mos priteshe të gëdhieshe, po që në atë çast të reagoshe menjëherë. Dhe si rezultati i insistimit tim, brenda 2 minutash u hoq nga faqja zyrtare e Ministrisë së Jashtëm të Punëve greke, fotografia me flamurin e përmbysur dhe po kështu u hoq dhe video në YouTube, në internet. Por për fat keq mediat tona e kishin marrë lajmin dhe tashmë ky ishte bërë publik, kështu që në orën 8:30 të mëngjesit zoti Avramopoulos më telefonoi dhe në emër të qeverisë greke, në emrin tim personal, në emër të publikut grek, më kërkoi ndjesë publike zyrtare. Po kështu në orën 12 të po asaj dite në drek, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme paraqiti si thua skuzën, ndjesën zyrtare ndaj autoriteteve, ndaj popullit shqiptar për këtë incident të rënd dhe po kështu ambasada greke në Shqipëri u paraqiti në Ministrinë e Jashtme dhe paraqiti natyrisht falje zyrtare, kërkesë për falje zyrtare. Është hera e parë që ndodh kjo dhe në këtë këndvështrim unë konsideroj këtë çështje të mbyllur. Duke qenë se një tjetër incident që ka ndodhur me shtetin grek është ajo e gazetarit Marin Mema, i cili është kthyer në kufi, duke u cilësuar si i rrezikshëm për sigurinë kombëtare të shtetit grek. Atëherë, a diskutuat ju këtë problem me ministrin grek dhe çfarë u vendos në lidhje me këtë situatë? Po. Unë e diskutova 2 herë me ministrin grek, në radhë parë në takimin tim me të kokë më kokë dhe në format zyrtar, ku ishim 2 delegacionet përballë njëri tjetrit. I shpreha zotit Avramopoulos indinjatën time dhe shqetësimin tim shumë të madh për një penalizim të pajustifikuar të një përfaqësuesi të nderuar të media, të një gazetari të nderuar me dhënien e statusit non grata. I kërkova zotit Avramopoulos të reflektohet në këtë drejtim
zoti Avramopoulos më theksoi, po citoj atë që Greqia mbetet e hapur, një vend i hapur për përfaqësues të media, për përfaqësues të gjykatësve dhe për të gjithë njerëzit. Dhe për çështjen në fjalë mori shënim dhe unë e di që tani po punohet për të. Një temë mjaft delikate dhe ndjeshme është edhe çështja e emigrantëve shqiptar në Greqi. Çfarë u arrit në diskutimin tuaj për njohjen e dokumentave dhe liberalizimin? Duke qenë se për 22 vjetësh jemi një vend në tranzicion, a u arrit reciprociteti midis dy shteteve? Parimi i reciprocitetit është një parim bazë i marrëdhënieve midis dy shteteve dhe në këtë drejtim u mor angazhim nga pala greke që ne do të punojmë intensivisht për të arritur atë që ne dëshirojmë. Pra, është çështje kohe, po unë jam optimist që të gjithë këto probleme do të adresohen në kohën e duhur dhe mënyrën e duhur. Zoti Ministër, një tjetër pikë që u diskutua janë edhe problemet e shqiptarëve, por gjithashtu dhe rregullimi i transportit, çështja e dokumenteve, përfshi këtu kushtet e zbatimit të marrëveshjes Schengen nga Greqia, si dhe intensifikimi i dialogut dypalësh. Po në lidhje me këtë, ç'mund të na thoni? Dialogu dypalësh është shumë i rëndësishëm, do të intensifikohet akoma më shumë në të ardhmen në nivel politik, për shkëmbime vizitash midis personalitetet të larta të politikës, madje u ra dakord që të gjendet një mënyrë origjinale e komunikimit dialogut politik, do krijohet një grup ministrash, 6 ministra nga pala greke, të cilët do të takohen në një panel përbashkët diskutimi me 6 ministra nga pala shqiptare. Dhe ne mendohet që ky takim të bëhet 2 herë në vit, një herë në 6 muaj, një herë në Athinë, një herë në Tiranë, ku ministrat e linjës do të adresojnë probleme specifike, supozojmë ministri i jashtëm problemeve të marrëveshjeve ndërkombëtare, ministri i brendshëm çështje të ndalesave në kufi, të trafiqeve të drogës, marrëveshjet policore, ministri i arsimit për çështjet e arsimit, ministri i transportit për çështjet të transportit, sepse kjo është mënyra më e mirë dhe më eficiente e adresimit dhe e zgjidhjes problemeve tona, sidomos problemeve që ka komuniteti jonë i madh shqiptar, po dhe problemet që ka minoriteti grek në Shqipëri. Duke qenë se një pikë tjetër e cila u diskutuar në vizitën tuaj në Athinë me homologun grek ishte edhe çështja Çame e diskutuar prej dekadash me radhë. Në lidhje me këtë situatë, mund të na thoni për gjithë ata që janë të interesuar në lidhje me çështjen Çame? Unë e di që në rrethin e Firit ekziston një komunitet i madh Çame dhe dëshiroj të drejtohem atyre në mënyrë të drejtpërdrejtë që ministri i jashtëm i Shqipërisë për herë të parë në një format zyrtar me kuraje me vendosmëri adresoi problemin e tyre, problemin e çamërisë dhe problemin e pronave shqiptare në Greqi. Siç e thash pak përpara, pozicioni grek ishte ai që u shpreh nëpërmjet ministrit Avramopoulos që ai e konsideron këtë problem si problem të individëve me gjykatat greke, por unë mendoj që rezultati i parë i qëndrueshëm është që ky futet në format zyrtar dhe do të vazhdojë të jetë i tillë në të gjitha bisedimet që do të zhvillojmë të ardhmen me autoritetet greke. Ajo që është më kryesore është që unë mendoj që që problemi Çame është një problem më kompleks. Është një problem që nuk i takon vetëm diplomacisë, e cila bëri hapjen e saj të guximshëm të vendosur në adresimin e këtij problemi në marrëdhëniet bilaterale me Greqinë, por është një problem i kombit shqiptar, veçanërisht diasporës shqiptare, e cila ka një rol shumë të madh. Problemet të ngjashme, zgjidhja e tyre në rangun ndërkombëtar, sidomos problemi i genocidit armen, është adresuar pikërisht, është futur në agjendën e zgjidhjeve nga diaspora, e cila e organizuar si një faktor me peshë të madhe, e ka paraqitur këtë problem në Senat Amerikan, Kongresin Amerikan, Presidentin Amerikan, në strukturat e Bruxellit, në Parlamentin Evropian, në Komisionin Evropian dhe ka krijuar në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe pikërisht në këtë frym duhet adresuar edhe çështja Çame. Pra unë mendoj që diaspora shqiptare ka shumë për të bërë në këtë drejtim dhe duhet që pasi dosja Çame të ndërtohet e plot mbi bazën e dokumentave dhe fakteve historike, historianët kanë shumë për të bërë në këtë drejtim. Të jetë mirë organizuar, e mbështetur mirë nga fakte, nga prova që i përkasin çështjeve historike të genocidit, të deportimit të kësaj popullsie nga vendet, nga trevat e tyre. Së bashku me çështjen e pronave, e si e tillë ajo duhet lëvizur gjentërisht drejt këtyre kancelarive, sepse këto janë qendrat e pushtetit, ata që kanë ndikim mbi vendimarrjen e shteteve të veçanta. Dhe si e tillë unë mendoj që kjo rrugë duhet të ecë paralelisht me rrugën që zgjodhi diplomacia shqiptare, e cila e adresoi tashmë në format zyrtar këtë çështje. Zoti Ministër, prej 72 vitesh është ende në fuqi ligji i luftës, i vendosur nga mbreti i Greqisë
që në vitin 1940. Sa e gatshme u shpreh diplomacia greke për shfuqizimin e këtij ligji? Unë jam i ndërgjegjshëm që diplomacia greke është e ndërgjegjshme për absurditetin e këtij ligji, për një ligj i cili është tërësisht jashtëkohë, jashtë logjikës, jo vetëm të marrëdhënies këqësisë së mirë midis dy vendeve, por dhe jashtë faktit tashmë që dy vendet janë aleat në NATO dhe që duhet të bashkëpunojnë ngushtë qoftë në planin politik, qoftë në planin ushtarak. Kështu që në këtë këndvështrim mbajtja e një ligji të tillë nuk ka kurfar kuptimi dhe unë mendoj që zoti Avramopoulos është i ndërgjegjshëm për këtë, por padyshim abrogimi i tij kërkon një konsensus të madh në parlament. Ju dini që situata politike në Greqi, e cila është refleks i situatës ekonomike, është e paqëndrueshme, por jam i sigurt që vullneti nga pala greke ekziston për abrogimin e këtij ligji. Çfarë u vendos me ministrin e jashtëm grek Avramopoulos në lidhje me marrëveshjen e ujrave detare? Ju e përmendët edhe pak më parë, po më pak më me detaje dhe më hollësira për sa i përket kësaj çështje, marrëveshjes së ujrave detare. Marrëveshja e ujrave detare nuk ka shans tjetër vetëm të ecë në kanalin ku ne e kemi vendosur, jo ne, po gjykata kushtetuese, e cila e shndron vendimin e saj në një akt kushtetues. Pra tashmë është pjesë e kushtetuesë së Shqipërisë, që praktikisht ajo marrëveshje nuk ekziston. Marrëveshja e vitit 2009 është një marrëveshje që nuk ekziston. Dhe unë këtë ja adresova në mënyrë të drejtë për drejtë zotit Avramopoulos. Ekziston vullneti për të arritur një marrëveshje të re? Sigurisht që ekziston, sepse vetë ne jemi të interesuar për të njohur kush është suvereniteti jon mbi këto ujëra, sidomos në raport me zonat e ekskluzivitetit ekonomik. Po për këtë duhet përgatitemi, për këtë duhet krijuar kushtet dhe ky proces i krijimit të një marrëveshje të re mund të kërkojë vite të tëra. Mjaft t'ju them që procesi i përcaktimit kufive të ujëve detar midis Shqipërisë dhe Italisë ka kërkuar 8 vite. 8 vite. Prandaj është një proces që duhet trajtuar me gjithë seriozitetin e tij, me gjithë kompleksitetin e tij, kërkon mbështetje ligjore ndërkombëtare, kërkon anën teknike të trajtimit, të matjeve, të topografisë, të sistemeve GIS që të bëjnë në një farë mënyrë përcaktimin e saktë dhe të qartë të koordinatave të zonave ekskluzivitete. Nuk bëhet fjalë vetëm për një vijë të thjeshtë ndarëse, sepse për hir të vërtetës kufiri ujor ka ekzistuar, mbi bazën e marrëveshjes të vitit 1926 të Firencës, por e drejta ndërkombëtare, e drejta dritit ka evoluar që nga viti 1926 dhe sot bëhet fjalë për zona të ekskluzivitetit ekonomik rreth kësaj vije detare për cilët duhet diskutuar dhe duhet respektuar kushtetuta e vendit, marrëveshjet ndërkombëtare. Do doja të ndaleshim pak tashmë tek statusi kandidatit i Shqipërisë. Duke qenë se janë 27 vende anëtare në Bruksel, a mund të themi se ka ndonjë vend që është kundërshtare, të cilat mos japin konsensusin? Duke qenë se është dhe data 10 tetor, data e publikimit të progres raportit. Nuk ka asnjë lloj kundërshtimi nga të 27 vendeve për perspektivën europiane të Shqipërisë. Ka natyrisht vende të cilët kërkojnë një punë më të madhe sqaruese dhe lobuse në raport me vende të tjera të cilët pak a shumë kanë më solide idenë e tyre për mbështetjen e Shqipërisë, siç mund të jetë Italia apo ndonjë vend tjetër. Ka vende që i takojnë një fashe, nuk do të doja të përdorja termin më skeptik, por që kërkojnë më tepër sqarim, por në përgjithësi Bashkimi Evropian të 27 vendet mbështesin perspektivën europiane të vendit. Ne duhet punojmë për plotësimin e 12 prioriteteve. Mendoj që kemi bërë një punë të jashtëzakonshme në këtë drejtim. Në radhë parë fal konsensusit të madh të arritur midis pozitës dhe opozitës, u bë mundur kalimi i ligjeve të rëndësishme në parlament, duke filluar që nga ligji i reformës zgjedhore në qershor, i cili u pasua më pas me ligjin për heqjen e imunitetit për zyrtarën e lartë të gjykatës që kërkonte 2/3, dhe unë shpresoj që në këtë limit të kohor të ngushtë që kemi deri në daljen e progres raportit në datën 10 tetor, të mund të kalohen ligje të tjera të rëndësishme, siç është ligji për reformën parlamentare dhe ligji për gjykatën e lartë. Nëse këto do të ndodhin, unë shpresoj që do të ndodhin, sepse duhet të ekzistojë përgjegjësia që këtu bëhet fjalë për ligje që i shërbejnë interesave të kombit dhe jo ligje që i shërbejnë agjendave partijake, atëherë ne do ta marrim padyshim statusin. Në rast se kjo nuk do të ndodhë, kjo do ngarkojë me përgjegjësi palët politike dhe ne mund të t'i drejtohemi alternativës një statusi me kusht. Cilat janë sinjalet të cilat vinë nga Brukseli? Do të jetë statusi i Shqipërisë me afate apo pa afate të përcaktuara? Statusi me kushte pa kushte do të varet nëse ne brenda kësaj jave do të arrijmë të kalojmë edhe këto 2-3 ligje të rëndësishme. Në rast se konsensusi gjendet, atëherë ne shkojmë në marrjen e një statusi të pakushtuar normal për plotësimin e plotë të 12
të prioriteteve, pra arritjen e masës kritike, se plotësimi plot i këtyre prioriteteve na çon në hapjen e negociatave. Unë shpresoj që të prevalojë përgjegjësia, por kjo është thjesht përgjegjësi e klasës politike shqiptare. Diplomacia pastaj me këtë rezultat shkon bën lobingun tek 27 vendet që përmendëm pak më parë. Pas kthimit tuaj, pas vizitës në Athinën zyrtare, ka ndodhur një incident në aeroportin e Rinasit ku Aleanca Kuqeziu ka cilësuar si tradhtar. Cili është komenti juaj në lidhje me këtë situatë që ndodhi? Po unë e konsideroj një ngjarje të shëmtuar, të panevojshme, të pajustifikueshme, një bla 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 e kot. Më lejoni të citoj një koment që një gazetar i nderuar, që besoj se kolegu juaj i medias, zoti Robert Goro, që është korrespondenti ynë në Athinë, i bëri kësaj ngjarje. Ai tha që në rast se një ngjarje e tillë do të kishte ndodhur me flamurin grek në Shqipëri, e sigurt që ambasada jonë në Athinë do të ishte rrethuar nga protestues grek, po askush nuk do merreshe me ministrin e punëve të jashtme të Greqisë. Tu tek ne u morëm me ministrin, i cili pati kurajin, vullnetin për herë të parë të adresoj tek autoritetet greke probleme të rëndësishme të sovranitetit kombëtar dhe interesave kombëtare. Zoti ministër, ishte kënaqësi që zhvillova këtë bisedë me ju, që ishit pranishëm në këtë studio dhe ju falenderoj përzemërsisht duke ju uruar sukses në marrëveshjet tuaja diplomatike në të mirë të vendit tonë. Ju falenderoj dhe unë juve për mundësinë që më dhanë për të shprehur në këtë intervistë në televizionin tuaj. Faleminderit. Faleminderit. Zonja dhe zotrinj, kishim në studio ministrin e jashtëm shqiptar, zotin Edmond Panariti, dhe diskutuam rreth vizitës së tij zyrtare në Athinë me ministrin e jashtëm atje, zotin Dimitri Avramopoulos. Unë ju falenderoj që i qëndruat me ne, bashkë mirupafshim.